Ka dështuar edhe tentativa e 37 të përkonstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Deputetët u mblodhën sërish këtë të mërkur në orën 11, por ashtu si në 36 seancat paraardhëse nuk pati asnjë zhvillim të ri. Shkaku i bllokimit mbetet i njëjtë, mungesa e votave për ngritjen e komisionit për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentari. Përpjekja e vetëvendosjes për të mbajtur si kandidate Albulena Haxhiun vazhdon të hasë në rezistencë të fortë nga opozita. Nuk është fjala vetëm për një emër. Është fjala për frymën që ajo përfaqëson. Zonja Haxhiu është përçarëse dhe nuk garanton konsensus institucional, deklarojnë përfaqësues të opozitës të cilët e kanë bërë të qartë se nuk do të propozojnë anëtar për komisionin parlamentar të votimit. Në përpjekje për të thyer ngërçin vetëvendosja ka propozuar kalimin nga një votim i hapur në një proces me votim të fshehtë me shpresën se kështu do të fitojnë mbështetje nga deputet jashtë radhëve të saj. Por edhe kjo skemë po refuzohet nga partitë kundërshtare të cilat shohin në këtë një manovër politike për të shmangur transparencën. Kësaj Kuvendi i Kosovës mbetet pa kryetar, pa struktura drejtuese dhe pa mundësim për të ushtruar funksionin e tij legjislativ. Ky bllokim i zgjatur po thellon krizën institucionale në vend dhe ngresh shqetësime serioze për funksionimin demokratik të shtetit. Asnjë nga palët nuk ka dhënë sinjale për kompromis, ndërsa qytetarët shprehen të zhgënjur me situatën e krijuar. Për momentin mbetet e paqartë se kur do të thirret seanca e radhës dhe nëse do të ketë një ndryshim që mund të zhbllokojë procesin.